këto efekte besoj unë që do të marrin relativisht një përgjigje meritore kur do të bëhet ndryshimi qoftë edhe minimal i ligjit i pjesës kushtetutës për zgjedhjen e presidentit dhe natyrisht edhe i mundësisë për tejkalimin e pengesave që ka fituesi për krijimin e institucioneve. Pastaj, po sepse u dëshmua që edhe nëse fiton 42%, edhe nëse fiton 51%, prap minoranca, respektisht opozita, ka veto në zgjedhjen e presidentit. Dhe në rastin e tillë të bllokon kur të don. Jo, më nëse është i Në këtë situatë, ma merr mendja mu që zgjidhja do të bëhet brenda 3-4 muajve pas 7 qershorit, që ose të bëhet me procedurë të përshpejtuar çështja e zgjedhjes së presidentit dhe në këtë kuadër të jepet fund odisejades për zgjedhjen e presidentit, ose të krijohen rrethana që fituesi i zgjedhjeve natyrisht të ketë siç ka rastin, siç është vepruar në Greqi. Do të thotë forca e parë merr pastaj plus 10 apo 15 deputet edhe në Shqipëri më duket e kishin kështu. Gjasat reale janë që të ndodh pikërisht kjo përsëritje që me, siç kemi thënë her pas her këtu, me 1, 2, 3 deputet lëvizja ndryshon situata, madje sipas mendimit tim prej opozitës vetëm Lidhja Demokratike mund t'i shtoj nga 13 eventualisht 15 deputet, nga 15 deputet eventualisht 16, 17, 18. Por këto forca tjera do të kenë rrugje. Urdhro? Veç për 3 deputeta? Veç 3 deputet po thu që ishte në LDK-ja? Nuk shton më shumë. Madje do t'ishte fitore nëse i shton këta 3. Dhe në këtë kuadër, me këtë alternativë që ka ofruar Partia Demokratike, është dal nga loja Bedri Hamza. Tash kemi alternativën doni ta udhëheq qeverinë Sami Lushtaku apo Albin Kurti. Dhe në këtë kuadër qytetarët normal e kanë. Po çish udhëheq Sami Lushtaku me qeverinë tash, këtyre te keni varë tentative ta modernizosh. Kjo është situata komike po e reale. Po çish udhëheq Sami Lushtaku dhe qeverinë, o profesori Deru. Ka shpike tash to. Qa ko lidhe Sami Lushtaku me qeveri? Modeli i drejtimit forcës politike është pikërisht pavarësit Kosovës, kur ka po Sami Lushtaku tash identifikohet me Sami Lushtakun, jo me Vedrën. Kur ka po Sami Lushtaku qosit qeveri? Ma se të prani për kështu?